Përshëndetje të dashur miq. Sot do të përgatis qofte fure të shoqëruara me speca dhe qep. Atëherë për qoftet kam përdorur 500 gram mish të grirë, një kokër qep, kam një thelpi me hudhër, një ose dy është në variacion të dëshirës që ju keni dhe sa e pëlqeni që ta ndjeni hudhrën. Kam 2 feta me bukë të plota, një tufë me majdanoz, piper, kumin, krip, pak uthull dhe pak vaj. Këto ishin për pjesën e qoftes. Perimet që do përdorim janë 4 kokra qep, jo shumë të mëdha, mesatare, kam 4 speca jeshile, 4 speca të kuqe, kam 4 thelpinj me hudhër, të cilat e kam prerë në feta të holla, vaj, krip, piper dhe speci kuq i ëmbël. Ndërsa për salcën që do t'i shtojmë tavës, kam 300 ml ujë, është ujë ngrohtë, dhe 2 lugë gjelle i kam me salcë. Këto janë përbërësit dhe si fillim do filloj me qoften, do përgatis qoften. Atëherë kam mishin e grirë, do shtoj bukën të cilën e kam grirë në mikserin e qepës, kam qepën dhe hudhrën, majdanozin, do shtojmë të gjithë përbërësit, dhe do shtojmë dhe erëzat. Duke filluar nga kripa, i shtoj një lugë e gjysëm çaj me krip, një gjysëm lugë çaj shtoj ani me kumin, mua më pëlqen kumini dhe shija që lëshon aroma, por e keni sipas dëshirës sasinë që doni të shtoni. Do t'i shtoj piper, do t'i shtoj një lugë gjelle me uthull, dhe një lugë gjelle do t'ja shtoj vaj ulliri. Atëherë kemi shtuar edhe vajin dhe do bëj përzierjen e brumit të qofteve. Do t'i përzij mirë. Përzijemi të gjithë përbërësit. Atëherë pasi kemi bërë një të përzije shumë të mirë, brumin e qofteve do t'a lëm pak me njarë, sa të fillojmë të merremi me perimet. Në qoftë se keni dëshirë, brumin e qofteve mund t'a përgatisni edhe një natë më përpara, që të marri më shumë shije. Se sa më shumë që të rri brumi i qofteve, aq më shumë shije merr. Do marr tavën, që unë do gatuaj tavën time. Unë kam vendosur të përdor këtë tavë, por mund të përdorni edhe tavë rrethore sipas dëshirës. Do shtoj qepët siç e shikoni i kam prerë në mes. Do shtoj qepët, specin e kuq dhe specin jeshil. E përhapim gjithandej, që dhe shija të vej gjithandej mirë. Atëherë kam shtuar edhe specat, do shtoj hudhrën, nuk thash ullinjt, kam shtuar 100 gram me ullinj, ullinjt janë pa far, dhe i kam darë në mes. Atëherë kemi shtuar edhe hudrat, do shtojmë ullinjt, atëherë kemi shtuar dhe ullinj. Unë kam përdorur jeshil pa far tash, por nëse keni dëshirë mund të përdorni çdo lloj ulliri që juve ju pëlqen, mund të jetë me far, thjesht qërojeni. Do shtojmë kripën,
Do bëjmë edhe pak kujdes që mos ta teprojmë me kripën. Do shtojmë piperin. Atëherë kam shtuar dhe piper. Do t'i shtoj specë të kuq. Kam shtuar dhe specin e kuq. Ndërsa vajin do t'ja shtoj në fund. Do kem vendosur edhe qoftet, atëherë deri këtu jemi në rregull. Tham bërëm brumin e qofteve. Shtuam perimet në tavë. Nëse keni dëshirë mund t'i përzieni, po duke qenë që sipër do shtojmë ujin me salsën, do përzihen vetë, po themi. Mallësinë e qofteve mund ta bëni sipas dëshirës. Do bëjmë qoftet dhe do t'i vendosim sipër specave dhe qepëve. Në këtë mënyrë. Do mbushim gjithë tavën, po themi, dhe aq që brum qofte sa kemi, aq qofte sa t'na dalin, do t'i bëjmë të gjitha dhe do t'i vendosim sipër tavës, sipër perimeve më saktë. Qoftet i kam gati të gjitha, kam vendosur sipër qepëve dhe specave, te ku i ngroh do shtoj salsën. Do ta trazojmë që të shkrihet. Dhe do ta shtojmë sipër tavës. E kam shtuar të gjitha. Do t'i shtojmë dhe vajin. Sepse vaj nuk shtuam. Do t'i shtojmë edhe vaj. Do t'a fusim në furrë, e pjek në 190 gradë, dhe pastaj se sa do zgjasë pjekja do t'a shikoni. Po themi dhe perimet do jenë bën, edhe ujin do t'a kenë pirë, edhe qofte janë i qofse shikoni që bëhet shumë nga njëra anë, dhe perimet nuk janë gatuar akoma, po themi, atëherë mund ta ktheni nga ana tjetër dhe mund të vazhdoj pjekjen. E fusim në furrë 190 gradë. Tava ka përfunduar, është gati dhe me të vërtet jashtëzakonisht shumë e shijshme. Provojeni se ka për t'ju pëlqyer shumë. Ju bëf të mirë, miq të dashur.